Me financimin e Bashkimit Evropian, shkolla e mesme Mosha Pjade në Tetovë është ndruar në një shkollë moderne. Edhe pse kjo shkollë ka drejtime shumë të mira profesionale, është ndër shkollat që shumë pak pëlqejet nga nxënësit. Nga sot do ju kisha bërë ftesë të gjitha mediave dhe opinionit, më mos e identifikojmë këtë qendër shkollore si një shkollë mesme bujqësore, por ta njohim si ashtu siç edhe sot është, pra një ndër qendrat më të zhvilluara shtetërore, rajonale për arsim të profesional. Me çka përfundimisht Tetova dhe rajoni Pollogut kanë fituar një qendër moderne ku fëmijët tanë do mund të përgatiten për tregun e punës. Тетовчани вероятно се сеќаваат како изгледа овие згради пред само неколку години. За денес да имаме сосема модерно, инклузивно училиште во кое ќе се учат повеќе струки во формалното образование, но исто така и за повозрастната популација информално и неформално образование ќе се одбива преку овој регионален центар. Ово е еден од 8 регионални центри кои Македонија треба да ги има. 7 се веќе прогласени. Оваа година, до крај на годината, ќе го прогласим и 8-миот регионален центар во Скопје. Në përërim mori pjesë edhe ambasadori i BE-s Mihajlis Rokas, i cili vlerësoi projektin si shembull të suksesshëm të bashkëpunimit mes Bashkimit Evropian dhe institucioneve vendore. I want to commend the government and the mayor for the work they put here together with us. It is a very good example how EU funds and public funds, they work well together and they can transform a place which a few years ago was in ruins into a modern technical school. So very pleased to be here today. Ndërkohë, pavarësisht investimeve në infrastrukturë, siguria në shkolla mbetet shqetësuese. Edhe sot disa shkolla të mesme dhe Universiteti i Tetovës kanë marrë kërcënime për bomba, duke ndërprerë procesin mësimor, ndërsa autoritetet ende nuk kanë identifikuar dërguesit e emaileve të rreme.